Sot në xhamin e Sahatit u mbajt ceremonia solemne e duas së hifzit për hafizin e ri nga Gostivari Mizan Bajramali Lush, një moment i veçantë shpirtëror dhe me peshë të madhe islame për besimtarët musliman. Si që do tradita, ceremonia u hap me bukur lexim të Kuranit nga nxënësi i Institutit të Hifzit në Gostivar, Ibrahim Ahmeti. Me fjalë të lavdëruara, referenti fetar arsimor i muftinisë së Gostivarit Jusuf Xheladini shpalosi pjesë nga biografia e hafizit të ri, duke u ndaluar tek rrugtimi i tij i përkushtuar drejt memorizimit të Kuranit famëlart. Hifzin e Kuranit e filloi më 18 e njëshit 2021 në udhëheqjen e muhafizit të nderuar magjistër Elisa Efendi Hasanin, drejtori i Institutit për Hifz dhe Bukurlexim të Kuranit famëlart, ndërsa e përfundoi me sukses më 207 të 2025. Me vendim të muftiut të nderuar të Gostivarit, Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli, u formua komisioni për hifz në këtë përbërje. Hafiz Jusuf Efendi Xheladini kryetar, Hafiz Jakub Efendi Jakupi antar, Hafiz Tahir Efendi Halimi antar, si dhe Hafiz Mahmud Efendi Boleci antar. Më 16 e njëshit 2026, dita e premte, në klasat e Institutit për Hifz dhe Bukurlexim të Kuranit famëlart Hafiz Hasan Efendi Zendeli në Gostivar, ku hafizi e mbrojti me sukses të shkëlqyer hifzin para komisionit. Ky moment përbën më shumë se një arritje personale. Është një amanet hynor që vetëm zemrat e përzgjedhura e bartin. Hafizi i ri sot i u bashkua zinxhirit të artë të hafizve, një trashëgimi profetike që prej shpalljes së parë vazhdon të mbetet gjallë brez pas brezi. Në këtë ditë të veçantë, para xhamatit të pranishëm, ai lexoi disa ajete të Kuranit, duke dëshmuar përkushtimin dhe përgjegjësinë e amanetit që tashmë bart mbi supe. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Duaja e hifzit u bë nga hoxha i nderuar Arif Efendi Emini, të cilit tradicionalisht i besohen momente që vullosin në rrugtimet e rëndësishme drejt dijes dhe përkushtimit fetar. الحمد لله الذي قال في محكم كتابه العزيز وخاصة من الشاب الذي حفظ القرآن الكريم والصلاة والسلام على رسولنا محمد ببركة حفظ القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. Muftiu i Gostivarit Sabahuddin Efendi Zendeli këtë rast e quajti ditë nderi për qytetin dhe besimtarët musliman, ndërsa veçoi faktin që hafizi i ri, edhe nga familja e babait edhe nënës, është me prejardhje hafizësh, që nënkupton se ai është rritur në një ambient ku i është dhënë peshë fjalës së Allahut. Në këtë ditë të nderit më të madh që i kemi për qytetin e Gostivarit, por edhe për popullin në përgjithësi musliman të këtyre trevave, është se ati zinxhirit që shkon deri halka e parë nga Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, edhe i shtojmë edhe një halkë, me një hafiz të ri, me një gjallë të ri, i cili qoftë në mendjen e tij, qoftë në zemrën e tij, ka Kur'anin famëlar, dhe që të përshëndes dhe me kënaqësinë më të madhe, përshëndes familjen e hafizit të ri, por me theks të veçantë muhafizin magjistër Elisa Efendi Hasanin. Ajo që e veçon Gostivarin këto vite, 2 vitet e fundit me hapjen e qelluar të Institutit të Hifzit dhe Bukurleximit Kuranit. Të kemi edhe ne, ata të cilët pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem i cilësoi më të ndershmit
ata janë hafizët, ata cilët bartin Kur'anin famulart në mendjet e tyre dhe në zemrat e tyre. I pari që bart mbi supe organizimin e jetës fetare në Maqedoni, Reisul Ulema, Haxhi Shaqir Efendi Fetau, u shpreh i mahnitur që një voglush vetëm 13 vjeçar memorizon komplet Kuranin në kokën e tij, e që flet për një mrekulli tjetër se Kurani në të vërtet është fjala e Allahut. Andaj, në shenjë dashamirësie, hafizit të ri ia bëri dhurat umren. Nuk ka gëzim më të madh se kur e merr ftesën për promovimin, solemnitetin e një hafizi të ri. Mirë po kur hini muhafizi joni nderuar dhe lexuesi i madh i Kur'anit famlar, drejtori i institutit të hifzit, magjistër Eliesa Efendi Hasani, bashk me hafizin e ri, edhe u habita në atë gëzim, edhe u mahnita, shpirtrisht, mu duk shumë i vogël. Dhe unë sot do ta quaj voglushin që kret Kur'anin e futi në mendjen e tij, në trunin e tij, prej surës El Fatiha e deri në surën e fundit Kul e'udhu bi rabbin nas. Një voglush 13 vjeçar. Dhe thash në veti, oj madhe Zot, edhe ky është argument se Kur'ani është fjala yte, është mu'gjize, është mrekulli, nga gëzimi i madh që kam. Këty voglushit, hafizit Mizanit, sot i jap një dhurat umreje, të shkoj të shef atje varin e pejgamberit alayhis salam, ta shem Mekën dhe Medinën, ti kujtohen tragët dhe këmbët ku ka shkel Muhamedi alayhis salam, ku kanë shkel ashabët e Muhamedit alayhis salam. Pra i qoftë për hajër umreja, atë ditë që do ta përgatisin familja, lirisht le të lajmërohen, sepse ky tash ka hyrë në dekoratat për një umre që ky ta përjetoj një 12 ditësh atje në vendet e shenjta. Momentet gazmore të kësaj ceremonie të bukur përgëzuese nuk kishin të ndalur. Vijuan me dhurata nga më të ndryshmet për hafizin Mizan Bajram Alilush dhe muhafizin Eliesa Efendi Hasani. Kjo dhurat është nga Qendra Islame IKD në Ercetikon të Zvicrës. Ju falenderit të gjithëve. Tani dhuratat si do t'i ndanë dhuratën e Bashkisë Islame, si dhe muftiu dhuratën e muftinisë së Kosivarit. Hafiz Mizan Bajram Alilush, hifzin e Kuranit e ka ndjekur pran muhafizit të tij Magjistër Eliesa Hasani, drejtori i Institutit për Hifz dhe Bukulexim të Kuranit famlart Hasan Efendi Zendeli në Gostivar. Vlen të theksohet se hafizi i ri e kurorëzoi këtë rrugtim pas 3 seancave dëgjimore para Komisionit për Hifz pran muftinisë së Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, të konvokuar nga muftiu Haxhi Sabaudin Efendi Zendeli, të cilat u vlerësuan lart nga Komisioni Përkatës.